Policisë Shtetit 3707 datë 10/4/2026 mbi marrjen e masave për garantimin e qarkullimit dhe të pandërprerë të mjeteve kanë të bëjnë me mosndalimin e ato mjeteve në rrugë nacionale pa shkak, duke krijuar imazhin e keq në publik. Në akset rrugore nacionale, shërbimet e policisë rrugore monitorojnë qarkullimin dhe do të evidentojnë shkeljet rrugore nëpërmjet pajisjeve teknologjike. Punojësit e policisë, kur evidentojnë shkelje dhe e dokumentojnë me mjete logjistike sjelljet agresive të drejtuesve ato mjete, do të veprojnë sipas kërkesave të kodit rrugor. Do të organizohen të gjithë në vazhdimsi pika kontrolli të qëndrueshme sipas kushteve të sigurisë në drejtimin e shefave të seksioneve dhe shefave të sektorëve sipas planeve të dedikuara me objekt, kontroll për pije alkoolike, përdorim celulari, kasave mbrojtëse, për drejtues motormjeteve, mjetet dedikuara dhe alert. Policia rrugore apelon për të gjithë përdoruesit rrugor të zbatojnë me rregullitet rregullat e qarkullimit rrugor. Çdo sjellje agresive në rrugë apo ndaj punonjësve të policisë do të nënshkohet maksimalisht me të vetmi qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve me pasojë jetën e qytetarëve. Faleminderit. Për heqjen e patullave dhe mosndalimin pa një shkak të drejtuesve të automjeteve. Ka patur rezultat, si është numri i gjokave në krahasime për në parë është reflektuar, ka një tendencë të rritje të drejtuesve të automjeteve të cilët shkruajnë shkelje dhe këto që janë konstatuar nëpërmjet mjeteve inteligjente. Faleminderit. Ju bëjmë dijes nga një analizë të situatës, nga dalja e telegramit dhe këto përgjithshëm, ka një rritje të dukshme të ndëshkimit masave administrative për shkelësat e rregullt qarkullimit rrugor, kemi rritur cilësinë e shërbimit, kemi transparencën dhe qytetarët janë të ndërgjegjësuar sepse kemi telefonata të plota që jam të shkuar në filan kilometër, nuk kam djemi, nuk kam bërë shkelje tjera, duke i dokumentuar këto prova nëpërmjet sistemeve të inteligjencës, ne jemi përballë shkeljes të kodit rrugor. Faleminderit, ju bëj me dije se Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Shtetit nëpërmjet strukturës së departamentit, po dhe Drejtorisë Standarde Profesionale, ka filluar një hetim të gjerë lidhe me shkaqet, me normat, me rregullat dhe me veprimet e policisë në lidhje me këtë situatë. Dhe së shpejti ju do të merrni një përgjigje korrekte. Faleminderit.